Të nderuar shikues të TV Ikres dhe ju që na ndiqni nëpërmjet portaleve të Bashkisë Fetare Islame dhe televizioneve lokale, mirë se takohemi sërish në këtë Ramazan, në emisionet e Ramazanit, ku sot mysafir kemi të nderuarin Hafez Gjihad Efendi Ismaili, referent në arkivin e medreses Isabeu, me të cilin do të flasim dhe diskutojmë mbi temën përgatitja psiqike për muajin e Ramazanit. I nderuar, mirë se erdhët në emisionin e Ramazanit. Mirësi u gjeta, faleminderit, nderi dhe kënaqësia është e ynja që sot jemi prezent këtu para jush. Hafiz i nderuar, ka mundësi të na tregoni fillimisht se me çfarë përgatitje duhet presim muajin e Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين مع بعد. Hamdi dhe falëndërimi takon Allahu Dhu Xhelal, kurse salavat dhe selamet qofshin mbi vullin e pejgamberisë me Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Fillimisht ajetet të cilat flasin për muajin e bekuar të Ramazanit janë ajetet në surën Bekare ku Allahu Dhul Xhelal thot Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum, juve u është bërë obligim agjërimi ashtu siç ishte obligim i atyre që ishin para jush, la'allakum tattaqun, me qëllim që ju të bëheni të devotshëm. Pashtu Allahu Dhul Xhelal edhe me një ajet tjetër thot Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaji Ramazanit është muaji në të cilën zbriti Kur'ani, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ky Kur'an është udhëzues për në rrugë të drejtë dhe është dallues i së mirës nga e keqja. Fillimisht e lutim Allahu Dhul Xhelal që agjërimin e kësaj dite të Ramazanit Allahu Dhul Xhelal të na i pranon. Pejgamberi alayhis salam në një hadith tha Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Kush e beson Allahu Dhul Xhelal dhe ditën e fundit, le ta nderon tha mysafirin. Të nderuar teleshikues të televizionit TV Ikre, në jetën tonë është fakt se kemi mysafir të ndryshëm. Kemi mysafir të shpesht, kemi mysafir të radh, e kështu me radhë. Kemi mysafir të tokës, mirë po kemi edhe mysafir të qiellit, i cili na vjen një herë në vit dhe qëndron një muaj. Pikërisht është muaji i Ramazanit, muaji në të cilën ne sot gjendemi. Kur vjen muaji i Ramazanit, vjen me begatitë e tij, i cili në vetë ngërthen falje, mëshirë dhe pastrim shpirtëror për të gjithë ne. Parashtrohet pyetja se a ka mysafir më të mirë se muaji i bekuar i Ramazanit? A ka mysafir më të mirë ku Allahu Dhul Xhelal përmes këtij mysafiri neve na pastron nga të gjitha mëkatet të cilat i kemi kaluar në jetën tonë. Dhe prej fakteve njerëzore është kur njeriu nuk e ka takuar ndonjë mik të tij për një periudhë, për një interval kohor të gjatë, nëse do t'i vijë mundësia që ta takon atë mysafirin e tij, do ta bën një pritje, një respekt të veçantë dhe një nder të veçantë. Është e ditur se Allahu Dhul Xhelal edhe këtë mysafir që neve na dërgon një herë në vit, edhe ne si besimtar duhet që ta kemi një përgatitje më të veçantë, një përgatitje më të veçantë për këtë muaj të bekuar. Nëse ne kemi përgatitje më të veçantë për këtë muaj të bekuar, çka fitojmë? Një gjë ta kemi shumë të qartë dhe të jemi të sigurt se ai njeri i cili e bën një përgatitje të veçantë dhe pret këtë muaj me respekt dhe nder, le ta dinë se në zemrën e tij ka shenja se ai njeri është besimtar i mirë. Po ashtu duhet që njeriu ta pret Ramazanin edhe në aspektin psiqik dhe shpirtëror, duke u përgatit, duke bërë përgatitje për atë muaj të bekuar. Allahu Dhul Xhelal në surën Hajj thot: "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Thot ai i cili i madhron shenjat e Allahu Dhul Xhelal është shenjë se ajo zemër është prej zemrave të devotshme. Njëra prej shenjave të shumta të cilën Allahu Dhul Xhelal i ka zbritur tek ne, njëra prej shenjave të Allahut është edhe muaji i bekuar i Ramazanit. Andaj pikërisht ai njeriu i cili përgatitet
për këtë shenjë për Ramazan, është shenjë se ai njeri, zemra e atij njeriu është prej zemrave të devotshme. Dhe sipas kësaj që e thamë në sipas këtij ajeti kuranor, kuptojmë se ai njeri i cili respekton Ramazanin e ka respektuar Allahun dhul xhelal. Ai njeri i cili e nderon Ramazanin, ta kemi qartë se e ka nderuar Allahun dhul xhelal. Andaj në këtë rast mund që njerëzit, të gjithë teleshikuesit tanë, duke filluar nga vetja dhe të gjithë ne, ta parashtrojmë pyetjen se si ka mundësi që ne ta presim një Ramazan ndryshe nga Ramazanet e tjera. Si ka mundësi që ne ta dallojmë këtë Ramazan prej Ramazaneve tjera. Para se të fillojmë që ti tregojmë disa shkaqe, disa mundësi se si mund ta dallojmë Ramazanin, do e përmendi një fjalë shumë të njohur të dietarëve të mëdhenj, ku thotë el imdadu min Allah ala hasab el isti'dad. Allahu dhul xhelal thot njeriu i ndihmon në ndonjë çështje, Allahu i ndihmon njeriu në ndonjë punë aq sa ai njeri është i përgatitur për atë punë. Pra, sipas kësaj ne e kuptojmë se Allahu dhul xhelal një studenti në ditën e provimit të tij do t'i ndihmon aq ai sa është përgatitur për atë provim. Allahu dhul xhelal do t'i ndihmon një luftëtari në frontin e luftës aq sa ai është përgatitur për atë ditë. Dhe Allahu dhul xhelal do t'i ndihmon një tregtari aq sa ai është përgatitur për tregtinë e tij. Dhe Allahu dhul xhelal do të na ndihmon neve aq sa ne jemi të përgatitur për muajin e bekuar të Ramazanit. Por tani parashtrohet pyetja: si duhet ne të përgatitemi për Ramazan? Dietarët e Islam i kanë pa dy prizma se si njeriu mund të përgatitet për Ramazan. Prizmin e parë e kanë pa se besimtari duhet të përgatitet në aspektin psiqik apo mendor për Ramazanin, edhe aspekti i dytë apo mënyra e dytë që besimtari duhet të përgatitet për Ramazan është aspekti shpirtëror. Do të ndalem shkurtimisht në aspektin psiqik apo në aspektin mendor, siç mund ta quajmë. Nëse njeriu dëshiron që të bën përgatitje në aspektin psiqik mendor për Ramazanin, duhet që t'i ketë parasysh 3 pika. Përmes këtyre 3 pikave do të arrijë që ai ta bën përgatitjen mendore për Ramazan. Pika e parë është që njeriu t'ia din vlerën muajit të bekuar të Ramazanit. Pika e dytë, kushti i dytë është që njeriu ta din frytin të cilën e nxjerr nga muaji i bekuar i Ramazanit. Dhe pika e tretë, kushti i tretë është që njeriu nëse e humb muajin e Ramazanit, ta din se çfarë ka humbur dhe çfarë vlere, çfarë peshë ka humbur nga muaji i bekuar i Ramazanit. Andaj do të mundohem që të jemi shkurt, t'i shpjegoj këto 3 pika përmes një hadithi të pejgamberit alayhis salam, që është një hadith i njohur për të gjithë ne, por është mirë që t'i përkujtojmë sende. Një ditë prej ditëve, pejgamberi alayhis salam duke u ngjitur në minberin e tij në ditën e xumës në xhamin e tij, pejgamberi alayhis salam këmbë e tij e ndershme kur shkeli në shkallën e parë të minberit, tha amin. Gjithë sahabët u habitën. Nuk e shihnin askënd përreth duke bërë ndonjë dua që pejgamberi alayhis salam thot amin. Pastaj këmbë e tij e ndershme përsëri shkeli në shkallën e dytë dhe tha amin. Hutimi të sahabët filloi që të shtohet. Çka po ndodh me pejgamberin alayhis salam? Ndodhte një send që asnjëherë nuk kishte ndodhur. Edhe pejgamberi alayhis salam pastaj vazhdoi në shkallën e tretë dhe tha përsëri amin. Gjithë sahabët ishin kurioz se çfarë po ndodh me pejgamberin alayhis salam. Pasi që u krejt namazi, i shkuan pejgamberit alayhis salam shokët e tij dhe i thanë: "Ja Rasulullah, të pa me bërë një veprim të cilën nuk e kishe bërë më parë, a mund të na tregosh arsyeën?" Tha: "O shokët e mi, kur unë tha hypa, kur këmba ime tha u vendos në shkallën e parë, Xhibrili alayhis salam dhe më tha: "Ja Muhammed, men edrake Ramadane, o Muhammed, kush e arrin Ramazanin, felem yughfar lahu, edhe nuk arrin që përmes Ramazanit ai të falet, fejeda khalen nara, por përkundrazi ai hyn në xhenet, në xhehenem." Allahu dhul xhelal pastaj vazhdoi duke thonë, Xhibrili më tha: "Fa ab'adahu Allah." Allahu e largoft nga mëshira e tij. Pejgamberi alayhis salam tha amin. Pastaj tha kur hypa në shkallën e dytë, Xhibrili më tha: "Nëse një njeri ka arritur 2 prindërit e tij, mirë po nuk e ka arritur, apo njërin prej tyre, mirë po nuk e ka arritur faljen e Allahut dhul xhelal përmes atyre prindërve, tha Zoti, përmes mirësjelljes së prindërve, Zoti largoft nga mëshira e tij." Tha përsëri thash amin. Dhe në shkallën e tretë,
më tha Gjibrili, o Muhammed, kush e ndëgjon emrin tant dhe nuk dërgon salavat mbi ty, tha, Allahu e largon nga mëshira e tij. Dhe kështu thash amin. Pra, ajo çka neve na intereson, çka është e veçantë e këtij hadithit, është që ta kuptojmë këtë hadith, ta kuptojmë mesazhin e këtij hadithit. Të nderuar teleshikues, Gjibrili i tha pejgamberit alayhis salam, men edrake Ramadane. Kush e arrin muajin e bekuar të Ramazanit, nuk i tha kush e arrin muajin e Ramazanit dhe agjiron atë. Nuk i tha kush e arrin muajin e Ramazanit dhe falet në të. Por Gjibrili tha, kush e arrin Ramazanin, pra nga kjo kuptojmë që vetëm njeriu të arrin muajin e bekuar të Ramazanit, do të arrin faljen e Allahut dhul xhelal. Andaj, pastaj dikush mund të pyet edhe thotë se pse vetëm e arrit muajin e bekuar të Ramazanit, Zoti do ta fal njeriu. Sipas dietarëve, shumë dietarëve, duke filluar nga Muhammed Ghazali, Muhammed Najib, Sayyid Arafa, e shumë të tjerë, Imam Sha'ravi edhe shumë të tjerë kanë thënë se arsyeja se pse Zoti t'i fali njerëzit në muajin e bekuar të Ramazanit janë shkaqet, arsyet, mirësitë e tepërta, sebepet të cilën Zoti ka dërguar në atë muaj, edhe njerëzit t'i falë. Pra, arsyeja e parë që Zoti ta falë njeriu në Ramazan është men edrake Ramadan. Vetëm arritja e Ramazanit është falje për njeriu. Por pastaj, çka është arsye tjetër për ta falë Allahu dhul xhelal një besimtar në Ramazan? Është një hadith e pejgamberit alayhis salam ku thotë: "Men sama Ramadani imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Tha pejgamberi alayhis salam, ai njeri i cili agjiron muajin e bekuar të Ramazanit, duke besuar Allahun, duke qenë i sinqert me Zotin dhe duke shpresuar në mëshirën e tij, Allahu dhul xhelal do t'i falë atij mëkatet e mëparshme. Pra, dikush nga kjo e shohim se njeriu vetëm arsye e dytë është nëse agjiron muajin e Ramazanit, Allahu dhul xhelal do ta falë atë besimtar. Mirë, po dikush mund që të thotë se unë jam i sëmur dhe nuk mund që të agjiroj. Ka prej tyre të cilët mund të thonë se unë jam i shtyrë në moshë dhe nuk mund që të agjiroj. Mirë, po të mirat e Zotit nuk kanë këtë të ndalë. Pejgamberi alayhis salam vazhdoi hadithin duke thënë, tha, men qama Ramadane imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tha, kush fal namaz në Ramazan, e kishte qëllimin për namazin e taravive. Tha, kush i fal namazet e taravive, Allahu dhul xhelal, duke besuar Zotin dhe duke shpresuar në shpërblimin e tij, Zoti do ta fal atë për gjitha gabimet e mëparshme që i ka bërë. Pra, nga kjo kuptojmë se e para ishte vetëm arritja e muajit të bekuar të Ramazanit për ta falë Allahu dhul xhelal një rob. E dyta ishte agjërimi i muajit të Ramazanit është arsye për ta falë, sebeb për ta falë Allahu robën e tij, dhe e treta ishte falja e namazit të taravive është arsye që Zoti ta falë robën e tij. Mirë, po këtu dikush mund që të thotë se unë nuk mund t'i fali namazet e taravive. Dikush mund thotë unë mund ta fali taravin e parë, të mesit dhe të fundit. Dashur Allahu do të mos kemi kësi njerëz. Mirë, po dikush mund që të thotë se unë nuk mund të fali taravi për x arsye. Pejgamberi alayhis salam prap na tregon se të mirat e tij nuk ndalen këtu. Tha, men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tha, kush falet natën e Kadrit? Pejgamberi alayhis salam tha, vetëm natën e Kadrit, vetëm një natë, duke besuar Allahun dhe duke shpresuar në shpërblimin e tij, Allahu dhul xhelal do t'i falë mëkatet e mëparshme. Pra, nga kjo e kuptojmë se arsyeja tjetër e faljes së Allahu dhul xhelal është vetëm të bësh namaz natën e Kadrit. Këtu nuk përfundonet e tëra. Përsëri pejgamberi alayhis salam thot, mund që dikush të thot as këtë natë nuk mund të fal. Pejgamberi alayhis salam nuk e përfundoi me këtu. Tha, lisaimi da'watun mustajaba. Pejgamberi alayhis salam tha, ai i cili agjiron, Allahu dhul xhelal ja ka mundsu një dua të pranuar. Pra, një dua e cila është 100% e pranuar nga ana Allahu dhul xhelal. Çka do që njeriu i lutet Zotit, vetëm t'i ngren duar dhe thot, o Allah, më jep faljen mua, le të jetë i bindur se Allahu dhul xhelal do ta falë. Mirë, po të nderuar vëllezër, këtu nuk ka të ndalë. Prap mëshira e Zotit, edhe hadithet e pejgamberit alayhis salam na tregojnë se mëshira e Zotit ende vazhdon. Pejgamberi alayhis salam tha, lillahi 'inda kulli fitrin utaqa min an-nar. Pejgamberi alayhis salam tha, besimtari i cili agjiron, në momenti kur ai e prish agjërimin në kohën e iftarit, Allahu i largon nga zjarri i xhenemit. Pra, nga kjo kuptojmë se njeriu vetëm të ulet në tryezën e iftarit dhe ta prish agjërimin, as pak nuk ka nevojë që ai të ngren duart
dhe thot o Zot më fal. Vetëm ta prish agjërimin, Zoti thot, pejgamberi alayhis salam tregon se Zoti do ta largojë nga zjarri i xhenemit. I nderuar, shohim se shpesh në për xhami apo në për ligjëratat ndryshme edhe përmendet hadithi i pejgamberit alayhis salam: "Idha jaa Ramadanu futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa sufidat ash-shayatin." Kur vjen muaji i Ramazanit, hapen dyert e xhennetit, mbyllen dyert e xhenemit dhe prangosen shejtanët. Ka mundësi pak të na zbërthenit, na e komentoni se çfarë ka për qëllim ky hadith? Këtë hadith më së miri mund ta kuptojmë përmes ajetit kuranor. Duke shpjeguar ajetin kuranor, mund që ta arrijmë kuptimin e këtij hadithit. Allahu Xhelal në surën Shams thot: "Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allahu Xhelal thot: njeriu e frymëzon e keqja dhe njeriu e frymëzon e mira. Pra për ta kuptuar që këtë hadith duhet fillimisht ta zbërthejmë që këtë ajet. Duhet ta dimë se njeriu çdo veprim që bën jetën e tij e bën në bazë të frymëzimit të cilët atij i vjen frymëzimi për ta vepruar atë veprim. Pra, nëse njeriu e vepron një vepër të mirë, ka qenë e mira e cila e ka frymëzuar për ta vepruar atë të mirë. Dhe kundërta, nëse njeriu e vepron një vepër të keqe, ka qenë e keqja ajo të cilën e frymëzon njeriu për ta vepruar atë veprim. Mirë po, tash parashtrohet pyetja: cila e mirë është ajo e cila frymëzon njeriu për të vepruar vepra të mira në jetën e kësaj bote? E mira e cila njeriu e frymëzon për të vepruar vepra të mira në jetën e kësaj bote është vetëm një. Është melaqja të cilën e shoqëron njeriu. Është ajo e cila vazhdimisht bën vepra të mira dhe është ajo e cila vazhdimisht njeriu e frymëzon për të vepruar vepra të mira. Pra shkaku që njeriu bën vepra të mira është melaqja. Mirë po, parashtrohet tash pyetja tjetër se çka është ajo çka e frymëzon njeriu për të vepruar vepra të këqija. Këtu i kemi dy sende. Janë dy shkaqe, dy sebepe të cilën njeriu e frymëzojnë për të vepruar vepra të këqija. E para është shpirti. Nefsi është ai i cili njeriu e frymëzon për të bërë vepra të këqija, dhe e dyta, ashtu siç e dim se është armik i haptë i njeriu, është shejtani i mallkuar. Allahu Xhelal për nefsin thot: "Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su." Allahu Xhelal thot është i prirur, është i ndërtuar në atë formë që njeriu ta shtin për vepra të këqija. Pra nga kjo kuptojmë se kur vjen muaji i Ramazanit, njeriu është një e mirë e cila e frymëzon për të bërë vepra të mira si gjithkohës, është melaqja. Kurse e keqja tham se janë dy çka e frymëzon njeriu, është nefsi i tij dhe shejtani. Allahu Xhelal na ka mundsuar që kur vjen muaji i Ramazanit të jenë jo 2 me 1, po të jenë 1 me 1. E mira melaqja e frymëzon njeriu për të bërë vepra të këqija, kurse për të mira, kurse të këqija është vetëm një, është nefsi i tij. E për atë Allahu Xhelal tha, nëse dim të do bëjmë si duhet, atëherë do të jemi për atyre që do të peshojmë më tepër e mira. E kjo është ajo ta kuptojmë se pse Zoti tha se në Ramazan prangosën shejtanët. Pra, mbas të kësaj dikush mund të thotë se prangosën shejtanët, po pse njerëzit bëjnë vepra të këqija? Nuk është shejtani ai i cili i stimulon njerëzit për të bërë vepra të këqija. Disa njerëz bin prej e mëkateve duke qenë të stimuluar, të inkurajuar nga nefsi i tyre. Ju falenderit e nderuar, atëherë ka mundësi të na thoni se cila është urtësia apo hikmeti në qoftë se një njeri agjeron shumë Ramazane? Po, këtë mund që të argumentojmë përmes një rasti i cili ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam, i cili e tregon Talha ibn Ubejdullah. Talha ibn Ubejdullah tregon, tha, një ditë prej ditëve shkuam te pejgamberi alayhis salam, unë dhe dy shokët e mi, ku e pranuan Islamin të dy për një ditë para pejgamberit alayhis salam. Njëri prej tyre tha, shkoi një ditë në luftë për të luftuar dhe ra shahid. Vdiq në rrugën e Allahut Xhelal. Kurse tjetri tha, vdiq një vit më vonë. Dhe tha, kur isha duke fjetur, e pash një ëndër ku ai njeri, ku të dy ishin para dyrëve të xhenetit. Ai njeri cili kishte vdekur një vit më vonë se sa ky dëshmori, ky shahidi, hyri tha në xhenet para këtij dëshmorit. Pastaj tha, hyri dëshmori në xhenet. Kur u zgjua Talha ibn Ubejdullah,
Uhabit, tha si ka mundësi një njeri rëndom, me një vdekje të rëndom të futet në xhenet para një dëshmorit, para një shahidit. Shkoi te pejgamberi alayhis salam, tha ja Resulullah, kështu tha e kampanje ëndër që ka ndodhur me dy shokët e mi kur ishin para ty dhe pranuan Islam. Tha ka mundësi të ma tregosh ta për mua është një rast i habitshëm. Pejgamberi alayhis salam tha alaysa qad makatha ba'dahu sana. Tha a nuk vdiq ai i cili hyrë në xhenet i pari, a nuk vdiq një vit pas atij i cili ka rënë shahid? Tha po ja Resulullah. Tha a nuk është arsyeja se pse ai ka hyrë në xhenet sa ai ka xhiruar edhe një Ramazan më tepër? Tha po ja Resulullah. Tha dallimi mes tyre është aq sa është dallimi i madh mes qiellit dhe tokës. Pra, përmes kësaj ne e kuptojmë se njeriu i cili agjeron Ramazane sa më tepër do të jetë te Allahu dhe xhelal i ngritur ndoshta edhe më shumë se sa shahidat. Pra këtë pyetje mendoj se në pika të shkurtra mund të ta përfundojmë përmes këtij rasti. Faleminderit të nderuar, me që jemi edhe në fund të këtij emisioni, do kishim dashur edhe një mesazh për ata të cilët na ndjekin. Cili do të ishte mesazhi për sa i përket temës, pra përgatitja psikike, shpirtërore, mendore? Çfarë do t'ju theni, do t'ju thoshi atyre të cilët na ndjekin? Pika të shkurta. Do të ishte mesazhi im drejtuar gjithë teleshikuesve tanë që përderisa ato bëjnë përgatitje për çdo gjë, përderisa ato e bëjnë përgatitjen e tyre ditore, përgatitjen e tyre mujore, përgatitje për pushimet e tyre e kështu me radhë, është e rrugës që ata të bëjnë një përgatitje dhe të kenë një plan program edhe për muajin e bekuar të Ramazanit, dhe këshilla tjetër është që mos t'i ndalin të mirat, mos t'i anashkalojnë të mirat, sado që të vogla të jenë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, nga se të mirat e tona mund që të jenë të vogla, por shpërblimi i Zotit është shumë i madh këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Allahu dhe xhelal na i pranoft agjërimet, veprat e mira dhe gjithë gjërat të cilat ne i bëjmë këtë muaj. Nderuar, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni, duke lutur Allahun dhul xhelal që t'ju shpërblej, t'ju jep jetë, t'ju jep mirësi, t'ju jep bereqet, sukses, dhe ftohet inshallah do t'ju kemi edhe pas Ramazanit këtu në TV Ikre. Me shumë dëshirë ju falenderit edhe juve për ftesën që na keni bërë. Kishte qenë është kënaqësia jona që ishim me ju. Ju falenderit. Atëherë të nderuar ju të cilët na ndiqni vëllezër dhe motra, ne jemi në fund të këtij emisioni. Ju falenderit për vëmendjen. Lutim Allahun xhaleshanuhu për ibadete dhe agjërim të pranuar. Takohemi nesër mbrëma në të njëjtën kohë. Qofshin në mbrojtjen e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.